Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani kërkon nga Kuvendi zgjatjen e mandatit të prokurorëve, opozita akuzon për dështim në luftën kundër krimit zgjedhor. Forcat speciale Renea prangosin në një apartament në Tiranë Aldo Avdylaj nuk kap me armë poshtë jastëkut, 37 vjeçari akuzohet për vrasjen e Edmir Bregut. Qeveria do të mbështesë bizneset që zhvillojnë teknologjinë, kompanitë mund të shfrytëzojnë të dhënat shtetërore për projekte inovatore. Ndërpritën punimet në autostradën Tiranë-Durrës për shkak të trafikut të rënduar, autoriteti rrugor kërkon të gjejë një zgjidhje alternative. Jemi gjithësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme Altin Dumani bëri këtë të martë bilancin e punës gjatë vitit 2024. Në Komisionin e Ligjeve ai kërkoi zgjatjen e mandatit për prokurorët, pasi ata hetojnë çështje që zgjasin vite të tëra, ndërsa opozita akuzoi Dumanin për dështimin e SPAK-ut në luftën kundër krimeve zgjedhore. Altin Dumani raportoi për herë të fundit para deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë pasi mandati i tij si drejtuesi i SPAK-ut përfundon në fund të këtij viti. Dumani e shfrytëzoi këtë mundësi të fundit në Komisionin e Ligjeve për të kërkuar ndryshimin e kushtetutës në mënyrë që prokurorët e SPAK-ut të kenë mundësi të kandidojnë për një mandat të dytë. Ju siguroj që në përfundim mandatit 9-vjeçar nuk do rikandidoj për prokuror. Zgjedhja ime kam bërë këtë marrëveshje me mua që kur kam me veten time që kur kam hyrë në këtë, kur kam aplikuar për të qenë prokuror i posaçëm. Por unë flas në emër të institucionit. Mund ta imagjinoni në vitin 2028 11 apo 13 prokurorë, 11 të paktën 11 prokurorëve të posaçëm ju mbaron mandati brenda një viti. 11 prokurorë të posaçëm. Nuk kemi aq shumë burime njerëzore që sa t'i zëvendësojmë këta prokurorë. 11 prokurorë në një vit. Është e pamundur. Pak muaj pas zgjedhjeve parlamentare, opozita akuzoi SPAK-un se dështoi të hetojë krime zgjedhore. Shitblerja e votës ishte një nga faktorët kryesorë të masakrës zgjedhore. Dhe nga ana tjetër ne e dim shumë mirë që task forca në këtë pikë rezultoi një fiasko madhe. Jam një lloj i shqetësuar, nuk e them sa për fjalë, jam një lloj i shqetësuar si edhe ju për blerjen e votës. Sepse para se të jemi prokuror, jemi qytetarë të këtij vendi. Dhe vota është e shenjtë dhe duhet që qytetarët të votojnë të lirë. Por tani kapacitetet dhe mundësitë e SPAK këto janë. Opozita shfrytëzoi mbledhjen e Komisionit të Ligjeve për të ngritur shqetësimin për aplikimin e masës së sigurisë arrest shtëpie për një vit ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, duke kërkuar sqarime për dy standardet që sipas saj SPAK-u ka aplikuar në masat e sigurisë. Në rastet kur hetimi përfshin ish kryeministra, figura me imunitet apo personazhe të njohur politikisht, SPAK nuk ka një protokoll të veçantë që ndryshon trajtimin e çështjes. Çdo veprim kryhet sipas dispozitave të Kodit të Procedurës Penale, të cilat faktikisht në vlerësimin tim parashikimet e Kodit të Procedurës Penale janë të qarta se takon llojit të masës sigurimit që duhet caktuar dhe prokurorët në punën e tyre udhëhiqen pikërisht nga parashikimet e këtyre dispozitave procedurale penale që normojnë kërkesat për caktimin e masave të sigurimit. Altin Dumani shpjegoi se personalisht ka porositur prokurorët e SPAK-ut të kenë kujdes kur kërkojnë masë sigurie arrest me burg, edhe pse theksoi se pjesa dërmuese e masave të ashpra të sigurisë i përkasin krimit të organizuar. Kreu i organit qendror të akuzës Olsian Çela raportoi këtë të martë në Komisionin e Ligjeve, duke ju përgjigjur shqetësimit të opozitës. Ai tha se për hetimin e krimeve zgjedhore duhet të ishte bërë më shumë. Prokurori i përgjithshëm shprehu rezerva për draft kodin penal, për të cilin tha se është represiv. Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela pranoi në parlament se organi i akuzës nuk ka bërë mjaftueshëm në betejën kundër krimit zgjedhor. Në Komisionin e Ligjeve opozita ngriti shqetësimin se krimi i organizuar po përcakton deputetët e Kuvendit të Shqipërisë se prokuroria nuk vepron, duke theksuar se janë vetëm 8 çështje për krime zgjedhore gjatë vitit kaluar. Numri 1 i organit të akuzës Olsian Çela pranoi që forca goditëse ndaj krimit zgjedhor duhet rritet, por vuri në dukje se referimet për këto krime nuk kanë cilësinë e duhur. Perceptimi juaj me atë që ne kemi prodhuar në realitet ka disproporcion shumë të madh.
unë nuk dua fare të vënë diskutim atë që ju thoni. Çështja është sa ne si institucione të drejtësisë mund t'i parafrohemi pritshmërive të gjithë subjekteve politike, të qytetarëve etj. Unë mendoj që ka vend për përmirësim, patjetër për fuqizim të potencialeve. Nuk jetojmë dot në dy botë të shkputura dhe ditën e zgjedhjeve, unë jam i sigurt që shumë prej kolegëve të mi të krahut të opozitës, jam i sigurt që edhe nga krahu tjetër e din shumë mirë. Por po flas për Durrësin, ku unë isha drejtues politik, ku gjendet një kartelet siç edhe operacioni e tregoi më pas, edhe pse me vonesë, një kartelet më të mëdha të kokainës, me një shtrirje kapilare, jo vetëm për gjatë periudhës jo zgjedhore në të gjithë terrenin, por me aftësinë për të përmbysur situatën dhe me prezencë të këtyre individëve në qendrën e votimit. Prokurori i përgjithshëm Çela shfryzoi raportimin në Komisionin e Ligjeve për të përsëritur kritikat ndaj projektit për kodin e ri penal, duke ngritur pikpyetje nëse Shqipëria ka nevojë apo jo për një kod të ri. Fryma e kodit është represive. Për sa kohë ne kemi shtuar ndjeshëm numrin e dispozitave, normave të cilat bëjnë të dënueshme sjellje të caktuara shoqërore, tani pyetja është, kjo është ide e hartusit, atij që e krijoi draftin, apo kjo është një politik që ju ngarkua nga ekzekutivi, nga ministri i drejtësisë, nga komisioni i ligjeve? Si erdhëm ne në këtë pikë? Kjo është çështja mbi të cilën unë nuk mund t'jap as unë, as një prokuror tjetër, ne mund t'japim opinione patjetër. Duhet apo s'duhet, por kjo është loja si e mendoj unë, si e mendoni ju. Pra shkon për te asaj që është kompetenca ime. Prokurori i përgjithshëm shpjegoi sfidat me të cilat përballet organi i akuzës pas miratimit të reformës në drejtësi. Kemi një çështje në të cilën ose disa raste ku prokurorët e shkallës parë ankohen për vendimet e gjykatës apelit. Tani kemi arritur një ditë ku prokurorët vënë diskutim atë se çfarë vendos gjykata e apelit. Bëjnë letër, i drejtohen institucioneve, madje drejtohen dhe ambasadave, ku ngren çështje që kanë të bëjnë me lishmërinë e vendimit të gjykatës së apelit. Kjo është e papranueshme, është e pakonceptueshme. Dhe pse vjen kjo? Vjen sepse kemi ndërtuar një sistem në të cilin ende prokurorët, sidomos prokurorët e ri, nuk kuptojnë vendin dhe pozicionin e prokurorit. Në lidhje me numrin e lartë të qytetarëve që ndodhen në paraburgim, prokurori i përgjithshëm shpjegoi se para pak muajsh është miratuar një udhëzim që prokurorët ta përdorin burgun si masën e fundit të sigurisë, por pranoi se ende nuk ka reflektim nga organi i akuzës. Grupi e Avdylajve të Shijakut ka marrë në tjetër goditje, teksa është arrestuar Aldo Avdylaj, i akuzuar për vrasjen e Edmir Bregut. 37 vjeçari u kap në zonën e liçenit të Thatë në Tiranë, ku fshihej në një apartament. Forcat operacionale dhe ato speciale të Reneas i gjetën edhe një armë zjarri, pistolet si dhe municion luftarak. Aldo Avdylaj, një nga personazhet më të njohur të botës së krimit, është arrestuar nga policia pas ditën e së hënës. Ishin forcat elit të Reneas që ndërhyn në apartamentin ku fshihej Aldo Avdylaj, një pjesë të Rit Avdylajt. Ai qëndronte prej disa kohësh në zonën e liçenit të Thatë në Tiranë. Këto janë pamjet e prangosis e tij nga Renea, ku shikohet 37 vjeçari i shtrirë në tokë, ndërkohë një pistolet i është gjetur poshtë jashtëkut. Arma e gjetur në shtratin e Avdylajt është sekuestruar bashkë me municionet luftarake. Ai akuzohet si pjesë e grupit që mori pjesë në ekzekutimin e Edmir Bregut në Durrës. Kujtojmë se grupi i drejtuar nga Rit Avdylaj, Aldo Avdylaj dhe Aleksandar Laho, i njohur si Rumi i Shijakut, u godit nga autoritetet para pak kohësh. Grupi prej vitesh ishte një nga më të fuqishmet në qarkun e Durrësit, ku pak pas zbërthimit të aplikacioneve Sky ECC, zbuloi vrasje me pagesë dhe tjetërsimin e pronave në gjirin e Lalzit. Në këtë operacion u arrestua Nea Kume, vëllai i deputetit socialist Luer Kume, Vullnet Muça, vëllai i Rumit të Shijakut, ndërkohë ky i fundit ende nuk është kapur. Krahasi janë dhe 2 personat e tjerë në kërkim. SPAK e ka ndarë hetimin në 2 çështje. Përmes zbërthimit të aplikacionit Sky ECC është zbardhur vrasja për hakmarrje e Edmir Bregut. Sipas SPAK, Rit Avdylaj urdhëroi ekzekutimin në shenjë hakmarrjeje për tentativën për të vrarë nipin e tij, Aldo Avdylaj. Në këtë krim, sipas hetuesve të posaçëm, ka ndihmuar dhe Nea Kume, vëllai i deputetit të Partisë Socialiste, ndërsa si ekzekutor dyshohet të jetë Alfred Doka, i cili është në kërkim. Pjesa 2 e dosjes ka të bëjë me pronat e gjirit të Lalzit, ku SPAK ka zbardhur falsifikimet për tjetërsimin e pronave në Bregdet, disa dokumente të gjetura në automjetin e ish prokurorit Arjan Doja, tashmë deputet i Partisë Demokratike, ditën kur u bë atentati në nëntorin e vitit 2019, teksa ndodhej në shoqërinë Aleksander Lahos. Ndihmuan SPAK të zbardhte skemen e mirëfillt të përvetësimit të pronave
pronave shtetërore në Bregdetin e Durrësit. Në krye të këtij grupi sipas SPAK është Rumi Shiakut. Ai ka falsifikuar dokumentet të ndarjes së tokave në disa fshatra në gjerin e Lalzit, madje ka arritur deri aty sa të zëvendësoj dokumentet e sakta me ato të falsifikuara në institucionet shtetërore. Disa prej këtyre pronave ishin vendosur në emër të disa qytetarëve të zonës, të cilët nuk kishin asnjë ide se ishin bërë pronar tokash. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka propozuar afate të reja për sa i përket garës së 9 nëntorit. Në draftin që tashmë përjashton Tiranën është kërkuar shtyrja e regjistrimit të partive deri në datën 14 tetor, ndërsa më herët ishte vendosur data 13. Koalicionet kanë kohë deri në 19 tetor për të regjistruar, ndërsa afati për kandidatët është 22 tetori. E vetmi afat që nuk ndryshon është ai për fushatën elektorale, e cila sërish do të zgjasë vetëm një javë, nga data 1 deri në 7 nëntor. Ndonë se KQZ vijon me përgatitjet për zgjedhjet e pjesëshme vendore, ngërçi për afatet vijon, teksa kolegji shtyu për herë të dytë seancën që do të vulloste edhe datat për regjistrimin e forcave politike dhe kandidatëve. Kryeministri Rama premtoi mbështetje për çdo person apo biznes që punon për zhvillimin e teknologjisë. Në zbatimin e projekteve novatore, sipas tij mund të përdoret edhe baza e të dhënave që kanë institucionet. Çdo biznes që ka një ide të re në fushën e teknologjisë do të asistohet nga qeveria. Në forumin e investimeve BE Ballkani Perëndimor, Kryeministri Edi Rama lajmëroi se çdo inovator do të ketë mundësinë të shfrytëzojë të dhënat e institucioneve. Kjo do të thotë që duam që startupet, inovatorët të kenë mundësi të aksesojnë institucionet dhe duke aksesuar institucionet të kenë mundësi të shohin nga afër problematikat, por edhe të shfrytëzojnë të dhënat e tyre. Shefi ekzekutivit sqaroi dhe planet për krijimin e një akseleratori në mbështetje të ministres virtuale Diella, që do të mundsojë institucioneve më tepër mjete të inteligjencës artificiale. Kemi sfidën të krijojmë një akselerator shumë fuqishëm në mbështetje të ministres sonë të inteligjencës artificiale, që është vetë inteligjencë artificiale. Dhe natyrisht që ky akselerator do të bazohet tek ju, tek kapitali njerëzor që ne kemi brenda Akshit apo brenda agjencisë së ekselencës, dhe me këtë sinergji do të mundohemi që çdo njërit nga institucioneve qendrore ti zgjerojmë trurin me inteligjencë artificiale. Në aktivitet, 161 pjesëmarrës nga gjithë Ballkani Perëndimor dhe diaspora prezantuan projektet e tyre me synim zhvillimin e zgjidhjeve konkrete të bazuara në inteligjencën artificiale për sfida reale shoqërore. Qarkullimi në autostradën Tiranë-Durrës është rikthyer këtë të martë në normalitet. Një ditë më parë, lëvizja e mjeteve u bllokua nga Vora drejt te Kura e Dajlanit, sepse autoriteti rrugor shqiptar do të riasfaltonte akset ekzistuese. Por për shkak të trafikut të rënduar që u krijua dje, ARSH ka ndërprer punimet sot që prej mëngjesit dhe lëvizja e mjeteve është kryer si zakonisht. Autoriteti rrugor shqiptar po diskuton për një plan të ri të ndërhyrjes në segmentet problematike të autostradës që kanë nevojë për riasfaltim por pa krijuar trafik. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkëndajemi këtu natën e mirë.